A kanë apo s'kan efekt ushtrimet e muskujve të barkut për të eliminuar pjesën e dhjamit vendosur në bark? Kuptohet që ushtrimet e muskujve të barkut zhvillojnë muskujt e barkut dhe janë domosdoshëm për zhvillimin e muskujve të barkut. Por reduktimin e dhjamit abdominal do ndikojnë në reduktimin e dhjamit abdominal siç ndikojnë gjithë muskujt e tjerë dhe gjithë ushtrimet për muskujt e tjerë në reduktimin e dhjamit. Madje për reduktimin e dhjamit abdominal, nëse do e konsiderojmë kështu në mënyrë, kush do ishte ushtrimi më perfekt, do ishte squati, po ta marrim, në mënyrë. Qartë. Por dhjami abdominal, sikurse dhjami i gjithë trupit, reduktohet nëpërmjet balancës energjetike, është ajo që thamë më parë. Dhe është qesharake, domethënë vendosja atyre bendeve elastik në bark për të shkaktuar një djersitje lokale, të themi. Apo ajo ideja e saj spot reduction është ide absurde. Po kanë ato që lidhin në përbel që për të shkrir dhjami gjoja. Do të them idenë që djersitja është në një farë mënyrë është shkarkusi një nonsens. Djersa nuk është gjë tjetër veçse ujë dhe krip dhe nuk ka asnjë gjë tjetër, nuk ka asnjë